dy ka Shqipëria të tillë, një në Përgadec dhe një në Krujë. Është një ambient i mrekullueshëm për zhvillimin e kulturës dhe të artit. Flasim për Krujën, bora një shqititje këto ditë që jam këtu, se jam i lirë, në lagje Varosh ose 5 poshtë, aty kanë qenë shumë lokale të vogla, me të cilët tregtarët mbanin veten e tyre dhe familjet e tyre. Gjykata e Krujës e mbyllur, hetusia e mbyllur. Policia po bën punime, a thu se po bëjnë Koloseun e Romës. Nuk e di sepse. Shoh qytetin e Krujës qytet turistik, ndër të parët që shet biletat e muzeumit të Skënderbeut. Se Kruja nuk është vetëm Krujë qytet, Kruja është histori, është lavdi, është nder. Kruja nuk fillon tek Pazari i Vjetër dhe mbaron ke Skënderbeu. Kruja fillon tek vajzat, ke shkëmbë e vajzave krutane, të cilat janë nderi i nënës, i vajzës dhe i motrës krutane dhe gjithë Shqipërisë. Çdo pllëm e këtij qyteti ka një histori. Po të vi më poshtë me qemi i shkëmbë i vajzës, kemi Milet Baçe, lagje e qytetarëve të Milet Baçe nga Turku. Kemi Laqet, lagje e qetë. Vim në baze, te krojna bazeve, vim më lartë, Ballapanec Pasha, është një kru aty. Shkojmë më poshtë, ke Zimzenelit, kroj Gogvet, Derede, proj madh, Deregjik, proj vogël. Kruja, kalaje krojeve, nuk ka ujë, çudi. Kruja ujti i fillon qysh në majtë të malit, mund tjetë një rast i jashtëzakonshëm dhe në nivel ndërkombëtar që na del nga Salltatajku, ju ne mofti juve dhe gjithë neve. Në majtë të malit del ujë. Dhe Kruja nuk ka ujë. Unë vi këtu verës, unë e gëru ujësjellësi i Krujës dhe thash atij personi i qofshi beku, erdha në verë i kam rasyt me ujë të gazu, se s'kam ujë. 1 orë apo 2 orë në ditë. Ujësjellësi u helmuan 1200 vetat pak në këto që dihet, po shifrat flasin se janë dhe më shumë. Isha te kultura e këtij qyteti, tek të Kroje. Po të dilni, të shikoni, ata janë në mëshirë të fatit. Ata janë të mbuluara me zhavor, janë të mbuluara me ujë, janë të mbuluara me mbeturina. Qoftë Kroj Gogvet, Deredeja dhe krojët e tjera, lutem, Taslojt, Maskalaje. Po t'ishe Skënderbeu që është aty, që është nga Allajuj, që është aty Majtkalit, ajo është aty Majtkal, duke si thinjo, po është gjallë, sepse jemi të gjallë ne, nipat dhe stërnipat e këtij Skënderbeu. Jemi ne të gjithë demokratët e këtij qyteti, që e duam me të vërtet këtë qytet. Dhe në dhem shpirti për këtë qytet. Në hyrjen unë blera para disa kohësh një hyrje këtu në Krujë. Mendova vit punoj këtu në Krujë. Jo për hap aktivitet. Një kamerë thjesht. Po ku të vi? Unë lë gjithçka. Polici s'ka, gjykat s'ka. Unë për të shmarrë, unë tash nuk e njoh mirë rrugët e Shqipërisë. Për të marrë qeverikartë pronësie, nëse më duhet, unë do shkoj në Vorë, më kanë thënë, nëse nuk e çojnë në Tiranë, apo ndoshta çojnë më larg. Unë për një copletë, zoti Berisha, në prefekturë, do të shkoj në Durrës. Me gjithë respekt që kam për Durrësin, por Kruja është qyteti historik i Shqipërisë. Nëse dikush nga ne ose çdo person të merrte një copletër dhe të shkruante historinë e Shqipërisë, Kruja do kishte më shumë faqe. Dhe këto faqe i ka të lavdishme. Çdo qytet, çdo cep i këtij qyteti ka një histori. Malësia e Krujës, zoti Berisha, se mas të dhënave njëriut mia, në vitin 34 kishte malësia e Krujës. Në vitin 34 kishte 38.000 baktitimta. Sot nuk ka 38 banon. Mbyllja e shkollës, si sot zoti Kalaja, e shkollës atë sipër. Dhe malësia e Krujës kishte 6 shkolla. Mbyllja një shkollës nuk është thjesht mbyllja një dherë objekti. Nuk është se mbyllja shtëpinë time unë dhe i kanë kurbet. Çfarë problemi ka? Mbyllja një shkollës është mbyllja e diturisë, e artit dhe e kulturës. Këtu në Krujë, arti, kultura, dituria, nuk e di, a e din apo din që ekziston kjo fjalë. Krujë do t'jetë turistin Krujë, nuk do të më vi mu vetëm në Kala, po të më shkoj në zonat historike, tipike të këtij qyteti. Që turisti të ndalojnë një qytet,
aty qyteti me frym, me oksigjen. Se e të pak oksigjen që pat, ja hoqe me atë shumë në Durrës, ja shumë Fushkruj, ja shumë Tiranë, apo ku mund të në qojnë. Atëre, ne ta marrë dhe neve, të shkojmë dhe ne të paktën, që të marrë dhe ne oksigjen, atje ku ka të tjera. Ju falenderoj. Ndoshta haxhova kohë, unë haxhoj shumë pak kohë në foltore të tilla, po shpresoj që të jenë të tjera, po kam besim te kryetarët të mi, ke vëllezërit e mi dhe ata të dinë ta thonë fjalën e tyre për një Shqipëri të fortë, për një Krujë të bukur, ashtu si nga historia. Për shkëmbën e Vajës dhe kam një kritikë, nuk e di a ka stampa këtu, Bledi Ferziu ka shku ka dalë në të gjithë botën, edhe në Hanilulu. Tani shkon në hap të nxjerrë, gjellësh, pse nuk vjen në Krujë të flasë për shkëmbën e Vajës? Dhe zoti Berisha ka diçka tjetër të them. Këtu është një legjendë për shkëmbën e Vajës, një poet i Veseli në vitin 36 thotë: sa herë që bjen dielli në ujë, i bukur siç duket në Krujë, shkam i Vajës në shkaku, që mërdeti gjyr gjaku. Ju falenderoj. Shumë faleminderit për diskutimin tuaj, po edhe tjetër pas. Po, zotri atje? Po, do flit, po. Direkt mbas, jo, vazhdoni, zotri. Ja, një moment. Direkt mbas. Vazhdoni, zotri, vazhdoni. Përshëndetje, doktor Berisha. Përshëndetje motra dhe vëllezër kryetar. Dhe gëzime baqi për gjithmonë. Ta marrë veshët vini në Tiranë. Doktor Berisha, misherë dhe më krun heroike. Ne demokrat bëksem kë zlotin atë. Bëksem kë dili, bëksem kë hona, bëksem kë baba, bëksem kë nona. Bëksem kë prora, nuk bëksem kë Edi Rama. Ky hajdut, ky i pabes. Me do t'i gjetë, ta shpori më miren. Sali Berisha, për mu e për gjithë shqiptarët i e burë shteti, Edi Rama është gjendeti, është i pafe, së është për ne. Populli shqiptar, ka morë vesh, se është funi, në mërë lumi, në mërë lumi. Vëllezër dhe motra, duhet bashkohemi për hir të Zotit, për hir të vllatonit, për hir të fëmijëve, të bënam një, ta hudhim këtë qetësirë, këtë kërcirë, na largoj fëmijët, na i muri pronat, ulu e për ulu, shqitmen, jo Meloni, jo Kapedoni, jo marruplan në nej dy gishtat, demokrat, Elvin Kristaj Roma, biritatit që ka djalin me babën, apo djalin i Sorosit, apo vajt Prudicit, Balkani hapur për në gjerezime. Vëllezër, unë jam pensionist. Në këtë qeveri padake, kam 13 vjetë që mbedh kanache. Marë 130.000 lek i rache, pension 109.000 lek. Nuk u dërëzova, asë nuk të dërëzovëm si të jem gjallë. Unë të besoj gjithmi, ke burën, ke vëzëtartë, ke pensiontartë, ke njështë me shkollë me kulturë, se ky vend ka të mirët e gjithë këti vendi që e ka vënë i madhë Zot. Ne kina kromin në ujtin, ne kina gjithë mirët, peshkimin, kështu që Doktor Berisha duhet të bëjshmosh ma kresh rinin, ma hapë zhvene pune, Elvin Ramst të qitë që ligjë, burg dhe konfiskim pasunis, e balukja me 300 hyre, unë kam 35 vjetë që s'kam boj hala. Se nuk di me vjedh, nuk di me preken besh, nuk di me spionu, nuk di me bo para që dheqe. Këta zotni kanë komprometo, pensionistat janë hajde më Kruj, shife s'kanë i lek në gjep, i pare në vetë, të shku të pikave 500 lekse, shko t'i edhe me të lypme, për ne, unë i bëjë fire misëve të shokve të bashkamive, të bashkonat gjithë, dhe unë thamë shkëm të vim me bukve vete, si kur shkëm të shku në kode ati të babë Sedvinit,
me bukë me vete e në të krimet e më rrugë. Edhe pa që puna, në nisi punë ime, në ka të mëjtunit. Shumë faleminderit. Kalojnë, për në gjithë mirë, pra. Vetëm bashkimi për fuqi. Faleminderit, Ambrosi. Ja kalojnë Faleminderit Prisa shumë. Veq. Pas ti treg. Falë doktor Celebi Isha, kam voka poqe se kam i aksident.